Mbledhja e thirrur për ditën e djeshme në orën 10 në Pallatin e Kulturës Slabëria për të diskutuar çështje të rëndësishme të Këshillit Bashkiak të Vlorës, dështoi për mungesë kuorumi. Në orën e caktuar opozita ishte e pranishme në sallë, ndërsa përfaqësuesit e mazhorancës nisën të shfaqeshin vetëm pas orës 10:30, në një përqasje që tregoi më shumë interes për fushat elektorale sesa për detyrimet institucionale. Në sallë ishin të pranishëm vetëm 20 nga 26 këshilltar të nevojshëm për të krijuar kuorumin e domosdoshëm. Përfaqësuesit e mazhorancës nisën të shfaqeshin vetëm pas orës 10:30, në një situatë që është interpretuar nga opozita si mungesë përkushtimi ndaj detyrimeve publike. Në rendin e ditës të kësaj mbledhjeje ishin planifikuar vendime me impakt të drejtë për drejtë në jetën e qytetarëve, miratimi i ndihmave ekonomike për muajin mars 2025, dhënia e shpërblimeve financiare për banesat të dëmtuara nga zjarret, si dhe kompensime për familjet e prekura nga fatkeqësitë natyrore. Po ashtu, do të shqyrtohej edhe miratimi i marrëveshjeve me shoqata ekonomike dhe përfaqësimi i bashkisë në borde drejtuese të disa institucioneve arsimore të qytetit. Por opozitën, kjo situatë përbën një rast tjetër të papërgjegjshmërisë së mazhorancës lokale, e cila sipas tyre duket se është më e fokusuar në agjendën elektorale sesa në përmbushjen e detyrimeve institucionale.